Përshëndetje nga unë Ulta. Sot do të flas për një koncept shumë të rëndësishëm në arkitekturën kompjuterike, që është parimi i afërsisë, ose locality principle. Ky princip shpjegon pse programet ekzekutohen shumë më shpejt për memorës së cache. Këto janë pika që do të mbulojmë sot. Fillimisht një hyrje të shkurtër, pastaj 3 llojet kryesore të lokalitetit dhe në fund rëndësinë e këtij principi. Programet kompjuterike nuk qasen rastësisht në memorie. Ato ndjekin modele të caktuara, ku të dhënat dhe instruksionet që përdoren sot kanë shumë gjasa të përdoren edhe së shpejti ose janë pranë njëra tjetrës në memorie. Kjo sjellje quhet locality principle dhe është arsyeja pse memoria cache është kaq efektive. Lokaliteti kohor thotë se nëse një informacion përdoret tani, ka gjasa të përdoret përsëri shumë shpejt. Programet shpesh përsërisin të njëjtat variabla ose instruksione. Për këtë arsye, cache i ruan ato të dhëna që janë përdorur së fundmi, sepse mund të na duhen prapë. Lokaliteti hapësinor ka të bëjë me faktin që kur programi akseson një adresë të memorjes, ka shumë gjasa të aksesoj edhe adresat që janë afër saj. Programet përdorin shpesh array ose strukturat që janë njëra pas tjetrës. Dhe me thënë, memoria e cache-it nuk e marrë vetëm një adresë, por edhe të dhëna që janë rreth saj. Lokaliteti sekuencial nuk kupton se instruksionet e programit ekzekutohen zakonisht njëri pas tjetrit, në rend të drejtë. CPU-ja pret që pas një instruksioni të vijë instruksioni tjetër që ndodhet më një herë pas tij. Për këtë arsye, memoria e cache-it mban blloqe të tëra instruksionesh për të ekzekutuar ato sa më shpejt që është e mundur. Rëndësinë e këtij principi vetë se kemi marrur vesh që është shumë i rëndësishëm sepse rrit performancën e CPU-s dhe ul kohën e çosjes në memorie dhe lejon dizajn shumë efektiv të memorias. Faleminderit shumë për vëmendjen, shihemi në videot e radhës.